بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojm falen dhe ndihmën vetëm prej Tij kërkojm paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë tutje me rrugtimin ton në përsirjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rrugtim ky që na njofton me ndodhit dhe ngjarjet në jetën e më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe për cilit rrugtim ne mësojmë se si duhet jetoj muslimani në këtë jetë. Dhe në herën e fundit kur kemi folë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi përmend historinë se si pejgamberi alaihi salam ka arrit në Mekë për ta kryer haxhin e lamtumirës. Dhe kemi thënë se atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në xhamin e Qabës diku rreth paraditës pra, dhe hyri në xhamin e Qabës përmjet derës Es-Salam që njihet sot, dhe atëherë në atë kohë sallam bëri tekbir 3 herë dhe pastaj tha Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam fahayyina rabbana bis-salam. O Allah, ti je selami dhe prej teje vjen selami, o Zoti ynë na përshëndet me selam, ose na jep jetë me selam. Pastaj tha Allahumma zid hadha al-bayta tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan. O Allah, shtoja kësaj shtëpisë fisnikrin, madhështin, begatin dhe respektin ndaj saj. Wa zid man hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'dhiman. Dhe gjithë ata të cilët bëjnë haxh në këtë shtëpi apo umre, shtoja atyre fisnikrin, nderin dhe madhështin. Dhe kjo dua padyshim se i prek të gjithë ata të cilët e vizitojnë këtë vend, e vizitojnë shtëpinë e Allahut Azza wa Jall me niyetin e haxhit dhe me niyetin e umres, të gjithë ata pra që në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të hyrë tek Qabeja, pejgamberi alaihi salam filloi prej gurit të zi. Guri i zi, i cili është i vendosur në këndin e djathtë, i cili është i drejtuar pra ka ana jugore, ose ana jugore. Do thot këndi i gurit të zi ndodhet ka ana në mes pra të jugut edhe lindjes, pra ana juglindore. Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e preku gurin dhe e puthi, dhe aty filluan që t'i dalin lotët. Dhe filloi të çaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga malli që kish për atë vend, nga malli për Allahun Azza wa Jall, dhe nga fakti se kjo është një prej urdhresave apo direktivave që Allahu Azza wa Jall ja ka drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ummetit të tij. Tregoni Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu se thot atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti pra tek Qabeja, u drejtu ka guri i zi dhe e preku, pastaj i vendosi buzët dhe e puthi gurin e zi dhe qau thot gjatë. Dhe pas kësaj
kur u kthy anash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pa ashtu edhe Omer ibn Khattabin radhiyallahu ta'ala anhu duke qa, edhe i tha: Ja Umar, ha huna tuskebul abarat. O Omer, këtu është vendi ku derdhen lotët. Pra këtu është vendi ku derdhen lotët e sinqeritetit. Këtu është vendi ku me të vërtet ja vlen të derdhen lotët, sepse në vendin e tillë ata lotë derdhen për hir të Allahut azza wa jall. Dhe transmeton, do thot Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, pra në një kohë shumë vonë, ma vonë kur Omeri pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregohet kur i ishte ofru gurit të zi dhe kishte puth, kishte thënë: inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa'. Tha, unë e di që ti je vetëm gur, as nuk bën dëm, as nuk bën dobi. Walaula anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Të mos ta kisha pa pejgamberin alayhi salam duke të puth, nuk të kisha puth. Pra, puthja e gurit të zi është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk bëhet për ndonjë arsye të madhrimit të atij guri apo madhrimit të gurve të Qabës. Mirë po, i gjithë ky ibadet, ibadeti i tavafit, ibadeti i prekjes, përshëndetjes së gurit të zi, ibadeti i puthjes së gurit të zi, i gjithë është vetëm për arsye edhe motivin pse Allah azza wa jalla na ka urdhëruar, dhe jo për diçka tjetër. Dhe kjo tregon në nshtrimin e vërtet ndaj Allahut azza wa jall. Disa që nuk e njohin Islamin dhe nuk e njohin fenë Allahut azza wa jall, mendojnë që ne muslimanët e madhrojmë një guri në formë të një katrori dhe kaq ka mbrapa Islamit. Mirëpa ata nuk e din realitetin, pse ne drejtohemi 5 herë në ditë nga ajo që shtëpi, pse ne do thot shkojmë dhe bëjmë tavaf rreth asaj shtëpie, nuk e din realitetin e saj. Dhe këtë realitet e kuptojnë vetëm ata të cilët janë nënshtruar Allahut azza wa jall dhe e adhurojnë Allahun fuqiplot ashtu siç atij i takon. Kur ai na thot bëjeni një vepër, ne e bëjmë dhe nuk lypim mbrapa saj ndonjë urtësi, ndonjë shpjegim pse më e bë këtë punë. Na thot Allah azza wa jall, pej kaq ora den kaq orë, mos hani as mos pini, dhe ne e bëjmë këtë pa kërku shpjegim, pa kërku arsyetim, mirë po vetëm e bëjmë se na ka thënë Allah azza wa jall. E ky është në nështrimi i vërtet. Dikush mundet me mendu që ju muslimanët jeni shumë mendjelehtë, sepse në nështroheni edhe bani veprime verbërisht, me pasim të verbër. Ama ne jemi krenar me këtë pasim të verbër dhe këtë në nështrim si pas tënve të verbër, sepse ata mendojnë se Zotit fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, më të diturit e më të urtit, duhet me i lyp shpjegim. Ndërsa vetë kur ishe në jetën e tyre të përditshme, ndjekin në formë të verbër njerëz të thjesht, njerëz që pak vite kanë bërë studime, edhe mendojnë që e kena zbuluar në realitetin e jetës, edhe ngojnë ata shumë verbërisht. I thot filan mjeku, këtë përdor, këtë mëse përdor, e bën. Hin në rrjetet sociale, e shikon një video, e sheh një person aty duke thënë kjo është shumë e shëndetshme, kjo është shumë e mirë për trupin edhe mundohet me bë disa shpjegime, këta e pasojnë verbërisht. Vetëm për faktin se sipas tyre mendojnë se filani që dëgjova është i ditur dhe i urtë, ka bërë studime. Prap kthehemi tek ajo çështja e nënshtrimit të verbër. Nëse ai pas ka bërë studime, ti s'ke qenë prezent me i pas studimet e tij, a janë kënd të shëndosha, a janë kënd në rregull, sa janë kënd të suksesshme, sa janë kënd transparente, sa janë kënd, do thot, me fakte kështu me radhë. Po megjithatë, njerëzve të tillë ju nënshtrohen, ndërsa nënshtrimi i muslimanit ndaj Allahut azza wa jall është më i madhi, është më fisniku, është më i lavdëruari, sepse ne e dim
se këtë nënshtrim jemi duke e bë vetëm për faktin se besojmë se Allahu është El Alim, që e din çdo sen, besojmë se Allahu është El Hakim, që është urtiplot pra. Dhe nuk ka mundësi diçka në mesin e krijesave të tij me qenë së koti. Çdo urdhëresë e tij vjen në përputhje dhe harmoni me ekzistencën që ai vet e ka kriju. E ky mësim i Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu na bën neve të qartë realitetin e adhurimit. Se tha, unë e di që ti e gur nuk bën dëm as dobi. Pra kështu është muslimani. Gjanët që nuk sjellin dëm as dobi nuk i adhuron, nuk i madhron. Ndërsa i tha se unë të puth ty vetëm se kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke të puth. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi tavafin e tij duke ecë pra dhe i bani 3 rreth Qabës me një ecje të shpejt. Arabisht quhet raml, ecje e shpejt. Nuk është vrapim, por ecje e shpejt. Dhe 4 rreth të fundit i bani me ecje të ngadalshme para ecje normale. E kjo është domosdoshmë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushdo që kryen tavaf në 3 rrethet e parë me bën një ecje më të shpejtë, nëse i mundsohet. Sepse ka raste kur numri i njerëzve është i madh, ka kallabllëk shumë dhe nuk të mundsohet, do thotë me bë ecje të shpejtë, por duhet me shku ashtu qysh shkon turma e njerëzve. Sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë tavafit të tij vinte afër gurit, afër këndit të Yemenit dhe gurit të Zi, përmendet që e prekte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këndin e Yemenit, po ashtu edhe gurin e Zi. Ndërsa pjesën e sipërme pra ridan e tij gjatë këtij tavafi e kishte të zbuluar. Pjesën do thotë kishte të zbuluar krahun e djathtë. Dhe kjo është sunet i tavafit, që kur muslimani e bën tavafin fillestar, jo çdo tavaf, por tavafin fillestar. Ai tavafi i parë kur e bën umrën, kur shkon në Qabe. Atëherë e shplon krahun e djathtë, duke e lidh atfar pjesën e sipërme të ihramit rreth trupit, anën e djathtë e shtin nën krah, ndërsa anën e majt e vendos mbi supe. Edhe kështu ana e djathtë pra lihet e zbuluar. Pra sa herë kalon të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam afër këndit të Yemenit, e prekte me dorë. Këndi i Yemenit është këndi që i paraprin gurit të Zi. Kur të sillesh rreth Qabës, do thotë llogarite që ky është guri ose ky është guri i Zi. Në këtë pjesë është ana jugore, këne lindja, këne perëndimi edhe këne veriu. Veriu është nalt në hartë, apo? Po. Edhe llogarit në që guri i Zi është në këtë pjesë. Edhe kur të bën tavaf, duhet me shku pej lindjes në veri nalt, edhe me shku ka perëndimi, më kthy në jug. E këtu është këndi gurit Zi, këndi që i paraprin gurit Zi është ky në këtë anë. Pra, të dy këta kënde janë të drejtuar ka jugu, pra ka Yemeni. Pra ata është quajtur këndi i Yemenit, sepse është i drejtuar ka Yemeni. E ky është domethënë këndi i Yemenit. Ndërsa këto dy anë të tjera, pse nuk ka ardhur për transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka prek, ose pse vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka prek, për faktin se kjo ana veriore e Qabës nuk ka pas kënde. Nuk ka pas kënde, kur është marrë në fillim. Ibrahimi a.s. kur e ka ndërtu Qabën, ose kur e ka rindërtu Qabën bashkë me Ismailin, e kanë bërë në anën veriore në formë harku. Pra ana veriore është kënë në formë harku, në këtë formë. Edhe tash, kur i shihni fotot e Qabës, ose kur e sheh drejt për drejt Qabën,
e sheh në anën veriore është një farmuri në formë harku. Atë kanë lënë vetëm që me qenë shenjë e temeleve të Ibrahimit alayhis salam, se çysh ka qenë Qabeja në fillim. Prandaj në anën veriore Qabeja nuk ka kënde që me i prek, kurse në anën jugore e ka këndin e Yemenit dhe këndin e gurit të zi. Dhe këto dy kënde pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka bërë tavafin i ka prek. Ndërsa në këndin e gurit të zi, aty sa herë ka mri, ka përfundu, domethënë rrathi i tavafit dhe ka fillu rrathi i ri. Gjithmonë kur ka arrit aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka prek gurin e zi, nëse ka qenë afër. Nëse ka qenë afër, e ka prek domethënë gurin e zi dhe ka bë tekbir. Ka prek gurin e zi, e ka puth dorën dhe ka bë tekbir. E nëse ka qenë larg, atëherë vetëm e ka bë me dorë gurin e zi dhe ka bë tekbir. Dhe me këtë ka shënju që po fillon rrathi i ri i tavafit. Dhe prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është transmetuar prej kësaj umreje, ka qenë që sa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka arrit te këndi i Yemenit dhe ka vazhdu duke ecë deri te këndi i gurit të zi, e ka thënë duan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Në këtë pjesë, e cila është prej fjalëve të Ibrahimit alayhis salam, e përmendur do thot në Kur'an. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lexuar në këtë pjesë të tavafit. Ndërsa në pjesën tjetër të tavafit nuk ka ndonjë dhikr apo fjalë të caktuar specifike që thuhet. Mirë po është prej sunetit që pjesën tjetër të tavafit qoftë me bë dhikr, qoftë me bë dua, qoftë me lexu Kur'an, nuk prishpun cila do që është. Ndërsa kur arrin tek guri, tek këndi i Yemenit, deri tek këndi i gurit zi, thuhet kjo dua Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tek rrathët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk transmetohet pra që ndonjëherë e ka puth këndin e Yemenit. Mirë po, këtë ka bë vetëm me gurin e zi, apo me prek këndin e Yemenit dhe me puth. Këtë nuk e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por këtë ka bë vetëm me gurin e zi. Dhe pasi i ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 7 rrath në Qabe, pra ka kryer tavafin komplet, ka vazhdu edhe është vendos në anën lindore të Qabës. Do thotë tavafi përfundon në këtë kënd, rrathi 7. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vazhdu, ka ecë derisa u vendos në anën lindore të Qabës. Dhe aty e ka lënë mes vetës edhe Qabës, ka qenë Maqam Mahmud, do në realisht Maqamu Ibrahim, Maqami i Ibrahimit. Aty është domethënë ai guri ku ende qëndrojnë apo shihen gjurmët e këmbëve të Ibrahimit alayhis salam. Gjurmët e këmbëve të Ibrahimit alayhis salam, i cili pra ka qenë vendi ku ka qëndru Ibrahimi alayhis salam. Dhe kur ofrohet tek ajo pjesë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lexon ajetin kuranor ku Allah azza wa jall thot: "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Thot vendin e Ibrahimit shfrytëzojeni ose përdoreni ose konsiderojeni për vend falje. Dhe është nal aty dhe i ka fal 2 rekate namaz. Këto 2 rekate quhen 2 rekatet e tavafit. Dhe sa herë që njëri bën tavaf, është prej sunetit me i fal këto 2 rekate në atë pjesë të Qabës. Dhe aty e ka lexu, do thot, në këto 2 rekate namaz, pas surës Fatiha, në rekatin e parë ka lexu surën Kul ya ayyuhal kafirun, pra surën Kafirun, dhe në rekatin e dytë ka lexu surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Dhe pas përfundimit, do thot, të këtyre 2 rekateve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet, do thot, që është kthyer edhe një herë te guri i zi, e ka prek edhe ka vazhdu
me shku ka Safa dhe Merwa. Kur është ofru kodrës Safa, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar ajetin Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Me të vërtet Safaja dhe Merwaja janë prej simboleve të Allahut. Safaja dhe Merwa janë simbolet e Allahut. Dhe dy kodrat këto ndodhen në anën lindore të Qabës. Atje ndodhet kodra Safa, në anën tjetër ndodhet kodra Merwa. Dhe kur e ka lexuar këtë ajet ka thënë abda'u bima bada Allahu bih. Ka thënë po filloj me atë që ka fillu Allahu. Në ajet çysh është renditja e ajetit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. On mas pari Allah azza wa jalla ka përmend Safën, pastaj Merwan. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është argumentuar me këtë renditje në sa'in që ka bën me Safës dhe Merwas. Edhe para të ka filluar një herë prej Safës me shku ka Merwaja. Dhe kur hyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi kodrën Safa, aty drejtohet ka kibla, do të thotë është drejtu ka Qabja dhe ka bët tekbir. Pastaj e ka thënë këtë dhikrin që është domethënë pej sunetit me u thënë gjatë sajit, ka thënë la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Do thotë që i bjen nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut të vetmit që s'ka ortak. Ati i takon sundimi dhe ati i takon hamdi. Ai është qadir, pra mundet ose i fuqishëm për me bë çdo gjë. Nuk ka të adhuruar të denj përveç Allahut, i cili e ka çuar në vend premtimin e tij, e ka ndihmuar robën e vet dhe i ka mposht apo i ka shkatërruar aleancat, el ahzab, aleancat e kufrit i ka shkatërruar i vetëm. Kjo pra është kuptimi i kësaj duaje. Dhe aty pas kësaj lutje që e ka thënë, i ka ngrit durt edhe ka bë dua në kodrën Safa. Këtë procedurë e ka përsërit 3 herë. Do thotë, masi ka hyrë në kodrën Safa, ka bë tekbir, edhe ka thënë këtë lutje, pastaj ka bë dua. Apet këtë lutje, apet dua. Apet këtë lutje, apet dua. Domethënë 3 herë. Dhe pastaj ka zbrit pej kodrës Safa dhe ka vazhdu drejt kodrës Marwa. Kur ka zbrit mjaftueshëm në atë pjesën e luginës së gjotë që ndodhet mes Safës e Merwas, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar një vrapim të lehtë. Dhe ju ka thënë shokëve të vet, sahabëve, la yuqta'u al-wadi illa shaddan. Ka thënë lugina nuk kalohet vetëse me shpejtësi, domethënë me vrull. Dhe ka thënë is'au fa inna Allaha kataba alaykumus sa'i. Ka thënë vraponi sepse Allah azza wa jall jau ka obligu vrapimin. Fjala sa'i quhet do të thotë vrapim. Dhe komplet që kjo procedura riti që bëhet mes kodrës Safa e Marwa quhet sa'i, pra vrapim. Prandaj ka thënë kur kanë arrit në atë luginën, ka thënë tash vraponi, sepse lugina kalohet vetëm me nguti. Dhe në ditët e sotit kjo vrehet prej atyre shenjave të gjelbërta që i kanë vendosur në xhamin e Qabës, pra në vendin ku bëhet sa'i, dhe kur të arrin tek ajo drita e parë e gjelbër, të shenja e parë, aty fillon me vrapu dhe ndalet tek shenja e dytë. Dhe përmendet do thotë sahabët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vrapu pra dhe prej aq, domethënë prej vrullit të vrapimit, izari i tij pra i ka lëviz, shme thënë në trup pra
ka lëviz për shkak të vrapimit të shpejt. Pra nuk është thjesht një vrapim i thjesht, por duhet me vrapu me vrull. Është pyetje Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu rreth tavafit apo rreth ecjes mes kodrës Safa dhe Marwa, duke qenë në kafsh. Ka thënë as-sunnatun hu, a është sunnet me kry sajen i hypur mbi deve ose kale ose diçka tjetër. Thotë sepse njerëzit e tu po thënë që kjo është sunnet. Dhe Ibn Abbasi ka thënë sadaqu wa kadhabu. Edhe ka thënë të vërtetën, po edhe se kanë thënë. Ka thënë çka do të thonë kjo, edhe kanë thënë të vërtetën edhe se kanë thënë. Ka thënë Ibn Abbasi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nas yaqulun hadha Muhammad hatta kharaja al-awatiq min al-buyut. Atë ditë kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me kry haxhin, realisht këtë umrën e parë, thot njerëzit kanë nisë me thirr, ka ardhur Muhamedi dhe ka ndalë shumë njerëz me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me e taku, saqë edhe gratë më shumë e kanë dalë për shtëpiave të tyre. Thot wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabu an-nasu bayna yadayhi فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. Thot edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas dëshirë që njerëzit para tij do thot me u shtyje, me u rrxue, prandaj edhe ka hyp në deve. Ndërsa thot ecja dhe vrapimi në kamp është më e vlefshme, pra. Është më e çelluar. E kjo na bën me dije do thot që Ibn Abbasi na ka treguar pra që kryerja e haxhit edhe umrës në kamp është më mirë, përveç në raste kur ka kallëbllëk ose njëri nuk mundet me ecë ose ka një problem shëndetësor, atëherë ban me hyp diku. Atëherë kanë përdorur domethënë kuajt dhe devet, ndërsa ditë sotit mundet njëri ose mi përdor ato karrocat që i shtyn do thot invalidet ose në të pjesa e sajit, në katët e fundit, janë 2 katër në të cilat njëri mundet me ecë me si far makina të vogla elektrike. Edhe nëse i shfrytëzon ato, nuk prish punë. Pas kësaj, pasi kreu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 7 rrath mes Safës dhe Marwës. Këtu do më thënë, edhe ecja me Safës dhe Marwës është qujt një ecje e kanë qujt shaut. Shaut i bjen një rrath. Ama këtu nuk duhet me u keqkuptu me mendu që një ecje llogaritet, një rrath llogaritet nëse shkon pej Safës në Marwa edhe kthehesh. Me llogarit një eci, do një rrath. Sepse kështu e ka kuptu Ibn Hazmi, i cili ka jetu atje në Andaluzi dhe kur s'ka bë haxhas umre. Edhe e ka kuptu që do thot ecja saji për me u kry duhet me ec 14 herë. Një herë me ec pej Safës deri te Marwa, mu kthy, ka thonë është një rrath. Tani një, kjo i bjen 14 herë me ecë. Ndërsa, suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është përshkruar tamam nëpër hadithe, një ecje prej Safës deri te Marwa llogaritet një rrath. Tani i dyti llogaritet duke ecë prej Marwës deri në Safa. 2. Tani Safa Marwa 3. Në çet formë. E disa, munden me keq kuptu këtë, a me thonë po rrath llogaritet kur e bën një sjellje 360 shkallë. Ama feja kemi përmend që nuk është me logjik. Në fe nuk shkojnë sa në sipas logjikës që ne llogarisim logjik të shëndosh. Feja është çysh na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall edhe pejgamberi
sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që kreu, domethënë umrën, ja u dha sahabëve një urdhres që kushdo që ka marrë me vete kurbanin e tij, le ta shndroj këtë tavaf, këtë sa'i, le ta shndroj në umre edhe le të lirohet prej ihramit të tij. Masit dohen për me u liru prej ihramit duhet me i prej ose me i rru flokt. Dhe kjo ju ka bo pak huti sahabëve, radiallahu ta'ala anhum. Dhe kër e kanë dëgju këtë fjalë, kanë thënë, kejfe në gjaluha mut'atan wa qad semmejnë l-hajj. Në qysh me shëndru në knaqësi, në mut'a, sepse lirimi prej ihramit ashtë këtë rast, u qëjtë knaqësi, në qlirim, në qysh me shëndru në lirim, për deri sa ne kemi bo një jetë për hajj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë, if'alu ma amurukum bihi. A thënë, bëjni ato që jem duke u a thënë. Dhe sahabët kanë hezitu. Dhe kjo, do thotë, që me thënë, i ka shti me hezitu sahabët për faktin se kanë pas, do thotë, një arsye. Dhe ju kanë dritu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë, ja Rasulallah, a yaruhu ahaduna ila Mina wa dhakaruhu yaqturu maniyan? Thonë, ja, o i dërguari Allahut, me shku në Mina, ku Mina e ka llogarit vendin shenjt, me shku në Mina, përderisa në anën tjetër kena bo vetëm marrëdhënie me gratë tona, se është njëri ku të lirohet pe ihramit, i lejohet me ju afru bashortës vet. Thonë, qysh në kena arë këtu në Qabe, e tash përshkoj për këtu në Mina, edhe mes kësaj me ju afru bashortëve, po ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët me gjithë atë kanë hezitu. Hala se kanë praktiku urdhresën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të zemrohet. Ka hyrë në tendën e tij. Sheh Aisha radiallahu ta'ala anha i thot, men aghdabaka ya Rasulallah, edkhalahu Allahu an-nar. Kush të ka zemru o i dërguari Allahut, Allahu e fut në zjarr. Kush të ka zemru kështu, e lusë Allahun të fus në zjarr. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ewa ma sha'arti anni amartu an-nasa bi amrin fa idha hum yataraddadun. Ka thënë, s'keni që unë po i thom njerëzve me bë diçka, po i urdhroj, edhe ata hala po hezitojnë. Kjo ka qenë arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë është zemru. Ndërsa në anën tjetër, arsyeja pse sahabët kanë hezitu, ka qenë fakti se para islamit ka qenë tradita pak më ndryshe tradita haxhit. Kur fillimisht nuk ka qenë tradit që me fut umrën brenda haxhit. Do thotë me bë umre në kohën e haxhit ka qenë mëkat. Kështu ka qenë në kohën para islame, sepse edhe para se marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dihet që arabët kanë bë haxh edhe umre. Kanë bë haxh edhe umre. Do thotë mundet një mëkona mushrik edhe me bë haxh e umre. Kjo mundet me ndodh. Sikurse çush ndodhen ditë sotit ka njerëz që në anën tjetër bën shirk, do thotë i bin sejdë varreve, ju lutën varreve, nuk e falin namazin, pra e lajnë namazin, gjitha këto janë vepra të shirkut. Po me gjitha ato shkojnë në haxh e umre. E kjo nuk duhet domethënë me habit dikon me menu që ja atash. Ati Allah azza wa jall pja mundson me shku në umre edhe në haxh e ti po thu që është mushrik. Allah nuk mohon sanet kështu. Se mushrikat para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë bë haxh dhe umre, kanë shku domethënë në shtëpinë e shenjtë. Dhe ka qenë një, pra kjo tradit në kohën e tyre
që umrën mos me e bë në muajt e haxhit. Dhe tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot sahabeve, shëndrojeni këtë tavaf edhe sa'i që e banët, shëndrojeni në umre. Thash aty në për çatoj ka ardhur rënd, se ka qenë një traditë e mëhershme, çysh me e thyja traditë. Ama bashkë ka qenë qëllimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që me ja u thy bindjet e xahilietit. Me ja u largu, domethënë, bindjet e xahilietit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka tubu sahabët dhe ja u ka marrë një këshill, një fjalim, dhe ju ka drejtu, ju ka thënë: "Qad alimtum anni atqakum lillah wa asdaqukum wa abarrukum walau la hadyi lahalaltu kama tahillun." Ka thënë ju e dini mirë se unë jam më i devotshmi për Allahut azza wa jall. Më i devotshmi në mesin e juj. Karshi Allahut azza wa jall. Ai që ruhet mas shumti dhe ja ka drojën Allahut azza wa jall mas shumti se gjithë ju që jeni këtu. Dhe asdaqukum wa abarrukum. Edhe më i sinqerti edhe më vepërmiri. Ama sikur mos ta kisha marrë me veti kurbanin, atëherë isha liru pej ihrameve, ashtu që jeni liru edhe ju. Walau istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuq al-hadya fahillu. Ta kisha ditë më herët, nuk kisha vepru kështu. Andaj nuk do ta kisha marrë kurbanin me vete. Kështu që lirohuni prej ihrameve. Pra, ja u ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka sqaruar një fakt, një realitet që one që për ju thëm juve lirohuni, ju duri me dit një sen që këto s'jom duke u a thënë se nuk pe di fen, nuk jom duke u a thënë se spekom tut Allahun azza wa jall. Ju pe llogarit këtë që është mëkat, e thashun për ju urdhëroj juve me mëkat. Ç'është pe o merr mendje kjo? Përderisa unë jam më i devotshmi, më i dituri, më i sinqerti, më vepërmiri. Qysh për jo merr mendja, me hezitu edhe me kundërshtu. Dhe i ka thënë, si kur t'isha qenë edhe une në pozitën e juj, isha liru pe ihrameve. Ama, e kemi përmend që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një pozitë pak më ndryshe. Ka qenë në haxhin e llojit Qiran. E ka marrë kurbanin me vete. Dhe nuk ju ka leju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me u liru pe ihramit. Dhe pasi i dëgjun, do më thënë këto fjalë, sahabët do më thënë gjithë e kuptun atëfar qëllimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kuptun këshillën e tij dhe urdhresën e tij dhe u lirun të gjithë pej ihramit. Dhe mbetën vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekri, Omeri, Talha dhe Zubejri. Vetëm këto 5 mbetën ende në ihram, ndërsa të tjerët u lirun dhe me këtë ju leju atënve do thëtë që ti ofrohen grave tënve dhe do mënë tjenë të lirë si use gjithë njerëzit e tjerë. Njashtu edhe gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjitha u lirun pe ihramit përveç Aishës, e cila kemi përmend do thëtë se nuk, për shkak që ishte në kohën e menstruacion, nuk i lejoi me bë umre. Dhe thëtë Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, thot pasi që u lirun pe ihrameve, në u leju pra t'i afrohemi grave tona, i veshëm rrobat e përditshme dhe u parfumosëm e u nreqëm ashtu qysh bën njeriu gjatë jetës së tij të përditshme. E këtu e kemi një mësim pak me meditu. Të kthehemi pak të fjalët që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja tha Aishës radhiyallahu ta'ala anha pak më herët, i zemruar. Oj Aisha, askeni që unë ja u dhash një urdhresë e njerëzit po hezitojnë me e praktiku. Tash paramendo sikurse
me qenë ai person që në vazhdimsi çdo ditë i shkel urdhëresat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me qenë ai person që vazhdimisht çdo ditë sjell sane të reja karshi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është zemru vetëm pse kanë hezitu. Tash para mendoj më pas Omeri ose Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhuma, a më thon njerëzve ka dalë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot ashtu, mos javnoni veshin shumë, ju qëndroni në ihramat e tënve, në ihramat e juj, bele bane këtë rit, do thot, para mendoj të shkon kështu puna. Më dal dikush, më bë më i mençur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjëja është më i ditur për fenë e Allahut se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Më i devotshëm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çka po mënon, çfarë çësje i zhdesht me pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam karshiti. Përderisa u zemru vetëm pse po hezitonin. E lemo ta kundërshtonin. E lemo të vinin me diçka të re. Aty e kupton, domethënë në realitetin e sajimit në fe, realitetin e bidatit, që njeriu në pikë të rrafshit ty e pas sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çoto i thot njerëzve, a din çka? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ka gutët, s'pedin mirë fenë e Allahut. Unë jam më i devotshëm, më i ditun se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bajani çështu. E dina, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush s'falet, s'ka me hyrë në xhenet, kush e lën namazin ka bë kufër. Po kjo është pak më gut, apo din unë nxejn ashta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ama ma qëlluar dhe ma në regull është me, edhe nëse s'falesh me shahadet kime hynë xhenet. Ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka knu vetës me vlud, si ka ditë sa në të mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ama ju për me dashnis që e keni ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qohuni kënoni me vluda në ditën kur ka leje, në ditën kur ka deke, në ditën, kretë mujt me vludit bane. Pse? Se ky po mendon që është më i ditur, edhe më i mençur, edhe më i devotshëm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është zemru vetëm për faktin se kanë hezitu, çka për ato që sjell një ide të re që s'ka ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e bën këtë sahabët, përmendet dhe thot që Suraka ibn Malik al-Ju'shumi radhiyallahu ta'ala anhu u qua dhe pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, umratuna hadhihi li'amina hadha am lil abad? Ky veprim në këtë formë, me shty umrën në haxh, a është vetëm për si vjet apo për gjithmonë? Tha bal lil abad, dakhalat al umratu fi al hajj. Ja thot 3 herë. Tha jo, kjo është për gjithmonë. Umreja ka hyrë në haxh. Umreja ka hyrë në brenda kohës së haxhit, brenda muajve të haxhit. Ja u thot 3 herë, që me kuptu mirë. Bal lil abad, dakhalat al umratu fi al hajj. Ka hyrë umreja në haxh. Dhe pra ky ka qenë mësimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha sahabeve atë ditë. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që kreu domethënë umrën e tij, dhe i urdhëroi sahabët me e prish umrën, realisht me e prish atëfar niyetin e lidhjes së haxhit, u kthy nga shtëpia, domethënë nga Çabeja, dhe shkoi në vendin Abtah, ku qëndroi disa ditë. Pra qëndroi në pjesën e mbetur të ditës së diell, ditën e han, ditën e martë, ditën e mërkur, dhe në ditën e enjte derisa fali namazin e sabahut, pra në ditën e enjte. Dhe gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoi më në Mekë derisa u kthy prej Arafatit.
Tek masi ka fillu domethënë në ibadetin e haxhit, ka kryer Arafatin, ka shku në Muzdelife në Mina dhe pastaj ka ardhur në Mekë për me bë tavafin e haxhit. E kjo neve na jep një mësim për ata që kanë mend. Gjatë këtyre ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tham, nuk shkoi më në Mekë. As nuk transmetohet që dikush prej sahabeve gjatë kësaj kohe ka shku në Mekë. E shohim që në kohët moderne, në ditët e sotit, dalin disa njerëz pak më të mëshëm, edhe gjëja se dojnë ibadetin pak më shumë, dhe gjatë këtyre ditëve qohen edhe shkojnë bëjnë umre shtesë. Dhe në mënyrë të organizuar, në mënyrë domethënë veç e veç, shkojnë bëjnë umre shtesë. Qohet pej hotelit, shkon tek xhamia e Aishës, në vendin e quajtur Tan'im, aty i vesh ihramat, e bën niyetin e umrës, edhe shkon në Kabe, bën tavafin, sa'in, dhe në fund të kryen një umre. Qohet mrena ditës 2-3 umre i kryen. Qohet gjatë atyre 4-5 ditë sa rrin Mekë, çdo ditë ka një umre shkon ta kryen. Edhe llogarisin që të mos ditë sotit do hanë postojnë në rrjete sociale, bënë më një umre. Le që ajo në veti nuk është në rregull. Po kur e poston në rrjete sociale edhe ma pa rregull është. Se do të thonë e kemi hënsirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nësëm qëndroj, pjesën e mbetur të ditës së enjte, masdite komplet. Ditën e hanë, ditën e martë, ditën e mërkur, komplet. Në ditën e enjte, e fali sabahën do vënë aty në Abtah. Ditën e enjte pehekum, 3 ditë e gjysë, qëndroj në Mekë, e nuk shkoj me bë umre. Asaj, as shokët e tij. Tash këtu, do thotë, gjithmonë na vjen që kjo pyetja. A kanë qenë ata ma ditur a na? A kanë qenë ata ma devotshëm a na? A kanë ndesht ata ma shumë hajrin apo na? A kanë ndesht ata ma shumë qabën a na? A kanë ndesht ata ma shumë umren a na? Që për e mërmenja? Na ata? Pa dyshim që ata. Kjo është pyetje retorike, domethënë pyetje që i pret përgjigja hala pa e qit pikë pyetje në fund. Ata kanë qenë më ditur, më devotshëm, më kanë dashur hajrin më shumë, ibadetin më shumë tonë. Ama ja që na dalin do filozofa ditë sotit, pse është haram me bë umre njëri tash sa qëndron që aty në Kabe, pse mos më shfrytzu kohën, neve po na bjen mas nena 20 të di kur mujna më me shku në Kabe. 20 të di kur mujna me bë haxhin tjetër, kur mujna me bë umrën tjetër. Pse mos më shfrytzu që të kohë me bë 1 umre, 2 umre, 3 umre, sa më shumë umre me bë. A ka thënë pejgamberi sa umra pe umrës të fshin mëkatet e tjera. Një me pash Zotit, sahabët që ta kanë transmetuar ty që të hadith, ata s'pas kanë ditë që duhet me bë sa më shumë umre. Sahabët që atëherë kanë udhëtu me deve e me kuaj, në të nxehtit, në vapën e madhe, në gjitha ato vështirësi duke ecë në përshkretin, me shku prej Mekës në Medinë. Ata s'kan ditë me thonë, neve s'pana bjen shpesh me shku bre numre, njëhen vjet me nëzi për shkojnë, apo duhet me javë me udhëtu derisa për shkojnë atje. E kështu që kena ardhë, ta shfrytëzojna çdo ditë, ka 3-4 umre, ka 5-6 umre çdo ditë. Pse jo? Pse mos mi bë? S'kan ditë sahabët me menu çështu? A kallzom, a s'kan ditë apo ku është problemi? Nëse thu s'kan ditë, do më thonë na kokë më të mëshëm. Ata kanë budall. A'udhu billah. Na jemi budall. Do më thonë, ata që mendojnë kështu se koka ma mirë, ku të shkosh në Mekë, po qëndron do më thonë prej ditës kur ki hin Mekë, edhe 4-5 ditë i kena desa të nis haxhi, ta bëjna 1 umre, 2 umre, 3 umre, që ata jenë kokra budallës. Se sahabët e kanë ditë ma mirë,
Sahabët na e kanë transmetuar këto hadithe. Më konë pejgamberi sa një kishton, që në ma shfridzone kohën sikur që i ka këshillu për sa në tjera të devotshmërisë. Që në ma shkon i shfridzone kohën, bëni ka 1 umre, ka 2 umre, ka 3 umre. Ama si ja u ka thonë këtë fjalë, si ka këshillu në këtë formë, as sahabët vetë se kanë bë. Madje, kur ka fillu ky veprim i pahishëm, kur ka fillu mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e tabeinëve ose nxënësve të tabeinëve, e kanë pyet Tavusin për njerëzit që ka veprojnë këtë formë, ka thënë ata nuk pedi a janë duke bë mirë apo duke dënu veten e tënve. Nuk pedi a do të shpërblehen apo do të dënohen për këtë punë. Kjo ka qenë kuptimi i selefit në këtë mesele. Se dietarët e selefit e kanë logjiku në mënyrë të shëndosh. Hajde ta këqymë në sire, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se pas ka bë. Po s'ka pas vakt se shumë, jo ka pas vakt 3 ditë ka pas të lira. Hajde pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se pas ka mujt me bë para syrit caktu. Po sahabët a kanë bë? Jo, se pas kanë bë. E po a lejohet kjo më bë? Po lejohet. Po çysh lejohet? Na kena me përmend masit vjen kryerja haxhit të veç tash kështu, po do të përmend kalim thi, për shkak se u çel kjo temë. Su qel, po u desh të më qel kjo temë. Në fund, kur të krym haxhin krejtë duke u largu, Aisha pastrohet për menstruacione. Edhe mërzitet shumë. Hyn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gjet duke çajt, i thotë çka ki? Thotë qysh këtë po kthehen me kani haxh edhe umre, e unë po kthena veç me haxh. Ku më ardhi këtu? Dhe i thotë vllaut të vet, Abdulrahmanit, thotë merre motrën tonë. Këta në konë në Tan'im. Tan'imi është jashtë kufive të Mekës. Ka thënë aty, shkon në Tan'im, vishu me ihram, hin në ihram, Aisha si ka thënë, edhe shko bashkë me Abdulrahmanin krye një umre. Edhe Aisha ka shku. E tash, këta do më thënë që ta të menqërit e ditë të sotit, argumentojnë me qëta, thënë që apeshe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë Aishës ja ka leju i ka thënë shko bëne. Amo bashkë në qëtë argument është argumentimi i tynve për budallaki, po të jetën kohë është edhe kundër argumenti. A din dikush më thënë kundër argumenti? Pra. Aishës radiallahu ta'ala anha i ka thënë shko bëne ti umrën. Po bashkë me të u kënë Abdulrahmani, ka shoqëru. Abdulrahmani ka pas me kry qatë njëjtën rrugë që për bënë Aisha. Me shku në Tan'im, me shku në Qabe me që Aishën, e mu këthy. Pse si ka thënë Abdulrahmanit, mi thënë, që në shfridzoj kohën, shfridzoj momentin, dhe ati masje me motrën tane, banë ati një umre. Si ka thënë? Do më thënë, gjithmonë ndodhë, kër njerëzit e kojtave argumentojnë me një tekst, branda që ati tekstit e kanë kundër argumentin. Veç se kanë pak mençuri ose kanë pak intelekt që me kuptu se e kanë gabim. Ama kojta tani nuk i lejon. Do të thotë dikush thot po masi që lejohet pse mos mi bë. O çto është problemi kur po thu masi që lejohet pse mos mi bë, çto është problemi? Pse sahabët s'kan thënë kështu? Kallxon pse nuk kanë thënë kështu? E tani na dalin sa në tjera. Prandaj ne duhet me qëndru në ato që është mashru', që është e legjitimuar. Për njerëzit që janë në cilësinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, lejohet nuk prish punë. Sigur se gratë domethënë që kanë mujt me qenë në kohën e menstruacioneve, ose dikush tjetër për njerëzve që gjatë asaj kohë është smur, i ka humbë vetdia, në raste të ndryshme, atij lejohet nuk prish punë. Ama ti po shkon me kry umrën, edhe tani mrana umrës i bën 3 umre tjera, 4 umre tjera, 5 umre tjera, kjo gabim është. Po pse që ka të keqe me bë sa më shumë ibadet? Nëse po don sa më shumë me bë ibadet, pse s'fal namaz më shumë çabe? Pse s'lexon Kur'an më shumë çabe? Pse s'bën tavaf më shumë çabe? Pe sunetit është që me bë sa më shumë tavaf, ama jo sa më shumë umre.
nëse kryet një umre, edhe zemra nuk e ndjen për shpirtshmërinë e umrës, edhe do këtë umre si rutin, çfarë shpërblimi pret aty? Ja hub vlerën pastaj umrës. Ja hub vlerën haxhit. Aty do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apat kur arriti e puthi gurin e zi edhe i dolën lot pe mallënxhimit para të vend, për mallënxhimit para të shtëpi. Ai që e bën mana ditës 3 umre, edhe për një javë sa të rinë, 21 umre i bën, apo mendoj që kam i met pik madhrimi për çabana. Jo ty besimi. Se umre e ka lodhje vëllazërim. Nuk është ata që në kanë e dinë që ka lodhje. Nuk është bashkë ashtu lehtë. Ka lodhje fizike. Ka lodhje pastaj psiqike me njerëz. Aty kush mos i është shtyn në lodhje në ato. Edhe kur ka lodhje dhe vështirësi, tani nefsi fillon me u egërsu. Kur e bën tash një herën e parë kur e bën, ajo lodhje shndrohet në ëmbëlsi të sakrificës. Se e din çdo që të bëj për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur e bën tash dytën, e tretën, e katërtën, ai vesh nis me u bë rutinë, edhe pastaj në zemrën mbin ato mundet me marr puna deri tek mërzitja prej ibadetit, deri tek urrëtia ndoshta edhe ibadetit, nuk shkon ashtu. Prandaj edhe shohim do të thotë që madje sahabët nuk kanë bërë edhe umre shpesh gjatë vitit. S'kan bërë umre shpesh. Rrallë kanë bërë umret. Vetëm që kur të shkon të ai vend zemra me ndje mallin edhe mallëngjimin, dashurinë për Allahun Azza wa Jall. E jo me shku, do të pa ndjenja. Momentin që shkon në herën umre, e shkon pa ndjenja, mos shkon vitin tjetër. Laja pak 2 vjet, 3 vjet, le të përmallohet zemra para të vend se çatëherë e fiton afar shpërblimin e faljes së mëkateve, shpërblimin e domethënë të umrës së kështu me radhë. Prandaj do thotë sikurse që ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për mos me leju nefsin me ju bë rutinë ibadeti, kur ka xhiru sahabët kanë thënë ka ndodhur që kena pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke xhiru ditë të tëra rresht, saqë kena menuar mo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur s'ka më lënë xhirimin. Edhe pastaj thotë kena pa e kanala xhirimin, e s'ka xhiru me ditë të tëra rresht, saqë kena menduar që mo kur s'po ka më xhiru nafile. Pse ka bërë këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Që mos më mësu nefsi me u bë ibadet të rutinë. Xhirimi më u bë rutinë. Bele mundet më shndrua edhe në çka në kajt të nefsit. Ajo është tani shumë e rrezikshme. Me bë më të shndruj ibadeti në kajt të nefsit. Se s'ka më shpërblim ta. Se ti tani e bën veç pse ki pasion të zjarrt me bë çat ibadet. Po s'ban ashtu. Ibadeti duhet të më bëj veç për Allahun Azza wa Jall, jo për pasionin e nefsit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka ndërprej nefsit, u kry. Edhe me ditë të tëra s'ka xhiru. Që kur të nis hapet me xhiru, nefsit mos më ardh mirë. Prandaj, domthon kjo është direktiva për ibadetin. Edhe ulemat e kanë përmend këtë tek kërkimi i dijes, kanë pas tut shumë që mos pishëndrohet kërkimi i dijes, mësimi i Kur'anit, mësimi i haditheve, mos pishëndrohet në pasion të nefsit. Sa aty mos ka shpërblim. Tani je sikur e maraklia i kerrëv. Njëjtë. Ai maraklia i kerrëv kallët mas veturave, edhe ti kallesh mas çka? Mas namazit. S'ban. Kallët mas xhirimit. S'ban. Agjeron çatër kur nefsi s'ta do. Qohësh natën, çatër kur nefsi s'ta do. Çajo është sakrifica e vërtetë. Edhe ata domethënë që bëjnë umre kështu rrafall, ata ja hupin vetes këtë ndjenjë, këtë përshpirtshmëri. Prandaj duhet me pas domethënë kujdes. Sa që ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë gjithë jemi mirë, në hajër. Momentin që anisim më bëu filozofa dhe matmeqëm, që atëherë e kena hub hajrin. Gjatë këtyre ditëve sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëndroi në Mekë që i përmendëm, tregon Abu Juhayfa radhiyallahu ta'ala anhu, thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
e falte namazin 2 rekate, të shkurtuar. Thot e fali drekën 2 rekate, me njëherë masaj e fali edhe ikindin 2 rekate, dhe para vetës thot e kish vendos një shkop, sikur do që i thënë krot, çka më thënë, e kish vendos domethënë para vetës, dhe mrapa këtij shkopi, thot kalonin gratë, kalonin kafshët, gomerët e ndryshëm, e thot kjo nuk ja prishte namazin. Sepse çka ka pas sutre para vetes. Andaj është prej sunetit që njeri kur të falet me pas sutre para vetes. Edhe kur je në xhami. Edhe kur je në xhami me pas një sutre para vetit. Prandaj i gjem që sahabët kur kanë hyrë në xhamin e pejgamberit ose kur kanë deshur me fal nafile, i kanë ndjek ku janë shtyllat, janë fal mbrapa shtyllës, ose pjesën e përparme të murit të xhamis, ose shpinën e dikujt që është duke u fal. Pra, ajo lejohet me u marr për sutre, e është prej sunetit me përdor sutre. Dhe thot, pas këtij namazi, thot njerëzit u çun edhe ju afroheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja jepshin dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e disa thot e kapnin dorën e tij dhe i fërkonin me dorën e tij fytyrën e tënve. Thot, unë thot e mora, ja kapa dorën thot vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendosa në fytyrën time dhe thot e ndjeva që thot e ndjeva dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më të ftohtë se bora edhe me erë më të këndshme se misku. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë një prej përshkrimeve të rralla të vetë fizike së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla ka bë domethënë edhe trupin e tij të bereqetshëm. E kjo nuk i lejohet askujt pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, sahabëv i është leju me marë bereqet prej trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe disa prej tyre ja kanë dhënë dorën, ata tani me çat dorë kanë fërku fytyrën, disa vetja kanë kap dorën, e kanë fërku fytyrën me dorën e tij. Disa tjerë do thotë që përmenden në hadithe tjera kur kanë ndodhur ka pshty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë qit dorën, kur ka marrë abdes, kanë shkuar çat ujë kanë marrë, kur i ka pre flokt, ja kanë marrë domthon kimët e flokëve të tij. Madje përmendet do thotë që ka pas pe sahabeve kimët e flokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë marrë në shpatën e tij. Për çka? Për me pas bereqet në luftë. Disa kanë rujt për shembull atë fal gjybën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se gjitha këto kanë pas bereqet. Edhe në këtë rast pra Ebu Gjuhajfe radiallahu ta'ala anhu e tregon një prej rasteve kur njerëzit kanë marrë bereqet prej trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmend që ka qenë dora e njompra edhe me erë të këndshme. Edhe gjem që nanët e besimtare, pra gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë bë misk, parfum prej vetë djersve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, për shkak se kanë pas erë të këndshme. Në këtë ditë ka qenë edhe koha kur Ebu Tufejl Amir ibn Wathilah radhiyallahu ta'ala anhu e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse përmendet kjo? Për faktin se Amir ibn Wathilah, pra Ebu Tufejli, ka qenë i fundit prej sahabeve që ka vdek. Ka vdek në vitin 110 Hijri. Në vitin 110 Hijri. Edhe kanë pyet domthonë Ebu Tufejlin, a ki pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë po, wala a'lamu ala dhahri al-ard rajulan hayyan ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghayri. Në ditën kur e ka pyet, ka thënë po, e thët nuk di që në ditë sodit është gjallë në fytyrë tokës në kush që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë sahabia i fundit që ka vdek. Dhe me këtë fjalë të Ebu Tufejlit lidhet një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çet vit, pra realisht në vitin e fundit të jetës tij, një ditë mas
yatsis, masi ka thënë selam, është ngrit e ju ka thënë sahabëve, ka thënë ara'aytukum leylatakum hadhihi, do ta peshini këtë natë sonte, fa inna ala ra'si 100 sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahri al-ardi ahad. Të dini që në krye të 100 vjet mas sotit s'ka me qenë gjallë kërkush që është gjallë sot në fytyrë tokës. Do të thënë, ka qenë viti i 10 hijri. Mas 100 vite ka vdek sahabia i fundit. Do të thënë, ka vdek njeri i fundit që ka qenë gjallë në çato momente. Kjo i ka përfshi jo vetëm sahabët, por edhe gjithë njerëzit që mas asaj nate s'ka rënu kërkush më shumë se 100 vjet. Realisht, do të thonë që ato shkojnë gjallë çatë natë. Edhe dy ngjarje të shkurta do t'i përmendim. Gjatë kësaj kohe do sa ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Abtah, ka ardhur pej Yemenit Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, dhe kur ka hyrë në tendën e bashortës së tij Fatimes radhiyallahu ta'ala anha, e ka gjetë e veshur me tesha të përditshmërisë dhe e ngjyrosur dhe përgatitur e parfumosur. Dhe Aliu është nevrikos pak, i ka thënë men amaraki bi hadha, kush ka thënë ty kështu më bë? Ka thënë amarani bi hadha abi. Kështu më ka thënë baba jam. Më njëherë u çu Aliu ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka ndodhur, si në formë çrtimi për Fatimën. Ama pejgamberi ka thënë sadaqat, ana amartuha bihi. Thotë ka thënë të vërtetën, çashtu është. Unë i kam thënë me vepru ashtu. Pastaj ka pyet Aliun, i ka thënë madha qulta hina faradta al-hajj, çka ki thon momentin kur e ki bën jetë haxhin. Në çfarë niyetit haxhit e ki bë? Ka thënë Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasulu. Thotë ku mbo këtë nijet, o Allah, un po hy në ihram me çat nijet që po hyn pejgamberi jot. Antash Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë pe Yemenit duke ardhur. Edhe niyetin e ka bën në Yelemlem. Dhe ka ardhur në Mekë. Niyeti i tij ka qenë se unë po hyn në haxh në ihram, çashtu çish po hyn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ase ka ditë çish ka me hyn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur, ka thënë fa inna ma'iya al-hadi fala tahil. Ka thënë unë me veti i ku marr kurbanët, andaj ka thënë mosu liro pej ihramit. Në një transmetim tjetër përmendet do thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Aliut radhiyallahu ta'ala anhu intaliq fatuf bil bayti wa hilla kama halla ashabuk. Çu shko bën tavafin rreth Çabës edhe liro pe ihramave çushën liru gjithë sahabët e tjerë. Aliu i ka thënë ja Rasulullah inni ahlaltu kama ahlalta bihi. O i dërguari i Allahut, unë kam hyrë në ihram çashtu çush ki hiti. Atëherë pejgamberi ka pyetur, ka thënë a ki me veti në kurban? Ka thënë jo. Ka thënë rri pra kështu çush je në ihram, edhe merre 1/3 e kurbanëve të mi. 1/3 e kurbanëve të mi, pra e ka bë ortak në kurbanët e tij. E pastaj do thot Aliu t'i vinë edhe disa kurban të tjerë pe Yemenit, të cilat ja ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, diku kanë qenë numri i kurbanëve 100 kurban, së bashku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Gjatë kësaj kohe vjen edhe në Mekë vjen edhe Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kur arrin në Abtah ose në Badha, e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çfarë haxhi e ki bën jetë? Thot, ku bën jetë, çish ka bën jetë pejgamberi i Allahut. Pastaj ka pyet, ka thënë, a ki ne kurban me veti? Thënë jo. Atëherë thot, shko bën tavafin rreth Çabës, krye sa'jen mes Safës së Mervës edhe liro pej ihramave. Këto argumente na kallëzojnë se dallimi mes haxhit qiran edhe haxhit tamattu, këto dy lloje që e kena përmend më herët, është marrja e kurbanit me vete. Nëse njëri e merr kurbanin me vete, atëherë bën haxhin qiran, patjetër. Nëse nuk e merr kurbanin me vete,
atëherë e bën haxhin tamattu'. Haxhi tamattu', pra ka lirim mes umrës dhe haxhit, ndërsa haxhi kiran është i ngjitën, domethënë deri në fund umreja me haxhin, me ibadetin e haxhit. Pra këto ishin disa për ngjarjeve që pejgamberi sallallahu i bani kur shkoi në Mekë para haxhit të lamtomirës dhe e kreu umrën e haxhit të lamtomirës. Në vazhdim përmendën ngjarjet çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e 8 të muajit Dhulhijja shkon, ndryshe që quhen dita e Tarwijes, shkon në Mina. Dhe aty vazhdojnë domethënë procedura tjera të rritjes të haxhit, çush duhet me bujt Mina, pastaj pe aty në Arafat e kështu me radhë. Gjitha këto do t'i përmendim me lejen e Allahut azza wa xal në takimin ton të ardhshëm të sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun fuqiplot që të na bëjë dobi me këtë sirë, duke lutur atë që të na mundsoj të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jemi për atyre që ringjallen me grupën e tij në botën tjetër. Lusim Allahun azza wa jall të na falë mëkatet ato që i bëmë dije pa dije dhe të na strehojë në xhennetin e tij. Qul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa atubu